Që po, sepse ne çdo herë kudo që shkojmë, ne krijojmë edhe ura lidhëse bashkëpunimi me dirigent, kompozitor, muzikolog, të tjerë edhe kore të tjera, dhe ideja është që koristët tonet krijojnë edhe ura bashkëpunimi edhe me kore të tjera. Për shembull, njëna prej tyre mund ta përmendi një rast që kanë qenë shumë raste të ndryshme, mirë po njëna prej rasteve mund ta përmendi ku koristi jon, të cilën e kam mik edhe shok shumë të mirë, Shaban Behramaj, që aktualisht është edhe antar i Filharmonisë së Kosovës, për shembull, kur ka qenë natyrisht në një koncert me korin si paranton, me njerë i është ardhur një ftesë ndërkombëtare dhe tashmë është ai pjesë edhe një ansambli vërtet të rëndësishëm edhe shumë suksesshëm në Gjermani koros. Prandaj kanë ardhur besoj edhe ftesa edhe tek të tjerë, edhe mundësi edhe tek të tjerë, mirë po kjo është sa din thjesht edhe me shfrytzu një rrugtim të tillë. Sa doja ty pyesja që si ja mbushni mendjen duke qenë të ri, të talentuar që të kthehen kur janë në një skenë të madhe, për shembull evropiane, që t'i ktheheni përsëri në Kosovë. Natyrisht që unë çdo herë mundohem me i rujt këtë, do të thoja, kredibilitetin e korit, të cilin na kemi ndartu për gjatë këtyre viteve. E bëni me kontratë, duhet të shkojmë të kthehemi. Nuk kemi pas raste të tilla, përpes nëse dikush është tërheq për shkak nëse ka qenë smut, ose nganjëherë nëse nuk e kalon dikush për hartë, mirë po, këtja e dyta pak me humor, mirë po, jo, megjithatë çdo herë ka funksionuar shumë mirë, edhe uroj që edhe kështu të vazhdon natën. Po besoj që ka konkurrencë nga ana të rinjve që të bëhen pjesë e korit si parantum, dhe kjo fal punës madhe që e keni bërë, po e them pa modesti, ti si membri dhe tërë ekipa tjetër. Po, edhe në thirrjen e fundit na zakonisht hapim audicione ose thirrje për anëtar të ri 2 herë. Është brenda rregullorës së korit. Njëna prej thirrjeve është në mes të muajit gusht shtator dhe e dyta do të hapet besoj në mes të muajit shkurt. Kësaj rrugë kemi pasur vërtet të zëra që kanë konkurruar shumë mirë, po për shkak të kufizimit të limituar të numrit të anëtarëve të korit, sepse megjithatë është shumë e rëndësishme që ta kemi një balancë në mes meshkujve dhe femrave dhe mbi gjitha mes zërave përbërëse për brenda korit, ne është dashur me qenë selektive, kemi marrë 3 anëtar të ri në këtë thirrje. Besoj që do të hapen mundësi edhe për zërat e tjera, varësisht edhe për situatës të cilën gjendemi.